mësia për Toska Vuniqin, si duket I ka dhuruar edhe më shumë nur. Unë kur kam betë shtatzon, jëm konë të e kry masteren. Edhe jëm konë në Tiranë, se jëm konë asë në Kosovë heq. Edhe ketë plani ka qenë normal, me kry masteren, edhe me hap klinikë, unë me profesion jëm logopede, edhe adin ka qenë shky plani me hap klinikën, edhe do me thonë, kitë të mënu, të e buni hap plani në kokën tëmë. Edhe mbeta shtatzon, edhe keqa e pjesa kur kesha nej, edhe okej, thash, nashta që kjo është një shaj që veç pak do na me unalë, se unë edhe punoj që një kohë shumë gjatë. Prej fillimit në studimeve, jo marrë, jo me praktika, jo punë vullnetare, jo mandej punë kështu, edhe veç thash, okej, nashta që kjo është një shaj që do na pak me pushu, do na pak me marrë me vetën, edhe do na me përkushu veçësojna. Kështu që më ka ardhë, menoj që më ka ardhë në kohën ma të mirë të mundshme. Aja vlen më bënon e reja ju? Definitivisht. Definitivisht. Nuk, qëra, unë menoj që... Varet më shta prej situata... Varet prej situatës, gjithë qysh, po në anën tem, po unë gjithë e kom menu. Edhe me mamin, dyqysh se kom mamin shumë vjetër, mamin e kom 3 edhe jena te përshoqe me njona tjetërën. E këna e kriju pak ma vonë qatë shëshni, po jena ta shte përshoqe, më gjithë shka folje me to. Edhe kur mbretëm tash në qatë stajz me mamin, thësha, okej, abden që ta përdu me pas edhe me fëmin tem, kur dhe që të bot, kësha pas që me pas, abden më konë anë e re edhe me kriju që të raportin shëshni. Shoqe, më konë, unë e me më konë shoqe, kjo kur të rritet me pas qatë lirin, më shprej me mu, me dalj me mu, me pas krejt, në kokën tem që ashtu e me ndoj, pip, pip. Të qenit në neri, përveç sfiduese, për të ka qenë edhe ndjenja më e veçantë në jetë. Pjesa e mëmësis, s'po dim, është diçka me thonë tepër magjike, nuk e kom pritë. Këtë para se me u bonon, pjesa e shtatzanis ashtu, u konë shumë qysh kom ja bu, qysh kom ja dojl, qa kom e ndodhë, edhe mersha konstant mendime dhe pe nana, pe shoqev që jo nana, tash nana 3. Edhe diçka mu duke tepër, jo ngarkes, po qysh kom ja dojl. Po në momentin që veç u bona nënë vetë, okej, ishtë po geta instikti I nënës që po të veke vetë edhe veç po kitë sa në të përjatë shën te për ljata, ashtu, te për natyrshëm. Me kap, me urshy, me lasë, menoj isha te për sa në trona, ashtu. Jo trona, po s'po di, kurse dhe një sen që është bohët, është pak ma zërë me thonë, po ma ndej kjo pjesa tjetër, veç ka rjedhë, edhe tash ka bu nënën ma të lumë të në botë. Periudha pas lindjes, ashtu si për shumë nënat e tjera, as për Bukuroshen nga Prishtina nuk ka qenë fare lehtë. Shumë prej nënave kanë edhe menoj që është shumë normale, se çrregullimi I hormoneve është tepër I madh. Jo kredit edhe për mujën të leta, nuk është keqa e qyshijet edhe në rrjetet sociale që gjithmonë I lumtër, gjithmonë adi më konë keqa e gjallënia që është shfaqëm që aty, po pra pasken... Pra pasken është qështu? Pra pasken është që kjo, Fix. Pra paskenat janë ndryshe, kena net pajgjëm, kena net klodhshme, ditë që nuk rinë, kanë, edhe normal që mandej keqa e ty ndikan, edhe është lodhje, po qajo lodhje kthehet një farë lumturie në momentin që ti e sheh, në momentin që e merr në dorë, edhe që ato mëngjeset që veç qohet tu kesh, lëmë për ty tani harrohet këtë nata qysh e ke kalu ma herët. Krejt nënat e reja që tash vëshëmbosin në pritje të bebit, është tepër normale, është patjetër që kena me kalu në qatë fazë, veç kësha do është me thonë që komu bo mirë, kena me marrë në qatë pikën që kemu qunë mëngjes, edhe mjafton që ajo buzëqeshja e bebit që ta jep, edhe gjithë qka harrohet që ke kalu një natë ma herët, një ditë ma herët, është s'po di, është një emocion I papërshkrueshëm. Nuk s'është mo qajo me thonë që ko me lind edhe ko mu këthy mrapa, ko mu këthy në qatë, unë përpolje për vete, ko mu këthy qatë toskën që jëmë konë. Jo, normal, ti vetë nuk I me hup, edhe konstant më nona mina I vetës gati edhe mu konë apet qajo toska,
po ndryshojnë përgjithësitë, ndryshojnë rutinat, ndryshojnë krejt rrjedha e jetës, po ndryshojnë, këtë ka ndryshu për mirë. Ka njerë Noel na menoj, kur jam për shembull veç me mejen gjatë ditës, edhe Noel na menoj thëm qa kom bu une, na i ditë kur jem konë qështë të veç vetë. Dhe kur jena veç na dyja, dhe veç na të nejtë ashtu, dhe veç Noel na menoj thëm qa kom bu veç vetë kur jem konë, do këtë për thot, nuk s'muj me paramenu mu jetën pa me, normal, mu ka bu qaj pjesë rutinës. Vajzën e ka emëruar Mej, por në fakt ajo mban edhe një emër tjetër, me një domethënie shumë të veçantë për familjen. Jo, Mej është tepër e gjallë. Prej ditës që ka lind, është tepër e lëvizshme, është tepër e gjallë, është tepër kurioze. Do me thonë, çka do që të bojnë ana, kjo ka me kthy kokën, me na përcjell neve, dhe kur t'jena është kjo dhomë dhe na jena në korridor, jena të folë diçka, do me thonë komplet, është tepër kurioze, i pëlqejnë tepër shumë pëmt, me thonë kur dalim jashtë, se e kena rutinë me dalje dhe me shëtit, dhe i pëlqejnë tepër shumë pëmt e kom vrejtë qëta, Noeljo t'i vëzhgën, po gëtë edhe lëvizja e gjetheve ose qa pëdi, po që atë që ka në lëvizje është konstant të kësyrë, të vëzhgu. Nuk është fëmi i vështirë, është fëmi kogja muj me thonë që atë pjesë e qetë, po sës është që kanë, veç normal, kur kanë a i siklet tepër të madhë, që është tepër normale, po kështu është tepër e qetë, është tepër e dashne, është happy, most of the time është po kesh tepër shumë me ftyrat e reja, e patë edhe ju si henët që shu keshëm e të parën. Emri Mej në fakt i ka dy emra, Mej Andro. Emrin Mej ja kom vendos unë, e kom një shumë random dikon, edhe tepër më pëlqaj, edhe ajo lista me emra, edhe vishë e shtina, e shkrujta është të lista, edhe okej, po ta është konstantish, hajtë se po këshyrëm, po prapë se prapë u këthejsha te Mej. E gjesha një emër tjetër, që kjo po më pëlqajnë, po prapë u këthejke, usilke, uftilke, prapë u këthejshëm te Mej. Dhe si përfundim ta është okej, po menoj që kjo është qajo. Mandi Andro e kena lidh, Andro ja kalon Ermalje, mbi emrin me e ka Meta, edhe Andromeda e kena lidh me galaksin Andromeda. Do me thonë që lidhet me emër mbi emër, kjo ka qenë ideja Ermaljës dhe në momentin që ma ka prezentu kun, po, gjithëshish po, tepër më ka pëlqy. Andro e kena lidh edhe me pjesën e andrimet, që edhe të postit që e kom bu, që kom e guxu me andru, qka do që kjo donë, pa kufi, dhe e kena lidhë dhe me pjesën e galaksisë Andromeda. E diplomuan me nivel master në logopedi, se fundmi Toska po e zhvillon përmbajtjen e saj në TikTok duke ndihmuar në zhvillimin e fëmijëve përmes këshillave profesionale. Faktikisht që të pjesën me kriju edhe kontent si logopede edhe noen e kom pas tepër ma herët, po të shushtu që ato ishim pak ma tlita me i bo, që ato pak ma funny dhe vishtu e vazhdu, e shusha që po dhezën edhe hajde, okej, po vazhdojmë që ato. Po këtë ide e kom pas tepër ma herët edhe unë faktikisht që ato aktivitete, ti që po foli për qëtë postin e fundit, unë jënë ditore që i praktikoj me mejen. Tash, më ka shti që e qasja si logopede, normal që i këshyri krejt që ato edhe munona që atë qasjen tem me shprejt e mej, më bas të aktivitete, të lojës që me ndiku edhe sa ma herët. Normal, se cili fëmi është ndryshe dhe se cili e ka këtë rrjedhën e vetë të zhvillimit, jo krejt fëmijët jo njëjtë, po unë me ata më normal që ko me u mundu sa ma shumë me praktiku të mej. Kështu që, po, ko me vazhdu me bo kësilloj kontenti, me jep sa ma shumë ide për nonat e reja, për prind e ri, se s'do me thonë veç për nona, për prind e ri, që ka mundur me bo të shpia, se unë për momentin nuk është që jem të punu, kështu që pse jo, pse mos me bo qëtë
Po, format, që mos me bo punën që veç e bëj me fëmijët e tjerë, mos me praktiku në shtëpi. Keni thënie që lexova edhe para dy dite ke tepër e mirë. Ajo ke anglisht, po për thëmë shqip, në listën e gjërave që duhet të kujdesesh për to, përfshije sot edhe vetën. Tepër më pëlqej kështu që mesazh në ashta për këtë nojna që definitivisht gjeni kohë dhe për vetën, e di që është e vështirë, edhe di që shumicën e kohës ka me ta marrë bebe, po është tepër me rëndësi me kujdesë për vetën, mos me lojnë vetën anash, se faktikisht këtë që gjendje jotja ka me ndiku mandej edhe në disponimin e bebit. Unë e kom vrejtë edhe të vetja, ka ndodhë në jarim kom pa disponim edhe me njerë ka prishë disponimi i kësajna, nuk është që ka qenë në matë mirën e sajna, në momentin që një mirë keshe, luj me ta, edhe kjo është krejt ndryshe. Apo?